Xheneta del me shpjegim për videon me drilonin ja kush e detyroi ta fshinte. Një video e publikuar së fundmi ku shfaqej drilën Rama ka shkaktuar reagime të forta në rrjet, teksa video e bërë publike nga Xheneta Fetau ka pasur qëllim të tregojë një realitet të panjohur për sjelljen e drilonit. Pas publikimit, rasti u trajtua nga Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, e cila ka bërë të ditur se publikimi i tillë është në kundërshtim me nenin 202 të Kodit Penal. Megjithatë, sipas dëshmive të paraqitura nga Xheneta, ajo ka sqaruar gjithçka së fundmi duke theksuar se driloni ka vendosur ta trajtojë çështjen në rrugë ligjore, një zgjedhje që ajo do e respektojë, do i shkojë deri në fund. Teksa njoftoi se të gjithë materialet që përmbajnë kërcënime, shantazhe e presione psikologjike do të dorëzohen gjykatës, teksa sqaron do të sqaroj publikisht situatën që lidhet me videon ku shfaqet drilën Rama, e cila është publikuar me qëllim për të treguar mënyrën se si ai sillet dhe si ka tentuar të denigrojë dikë tjetër publikisht. Video është publikuar për të treguar një realitet që nuk është i njohur për publikun dhe përfshin një sjellje që është përjetuar si manipulim, presion dhe tentim për nënshtrim, ose siç ai vetë ka thënë, për të luajtur me një person tjetër. Pas publikimit, rasti është trajtuar nga Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ku është sqaruar që sipas nenit 202 të Kodit Penal të Kosovës, ky publikim është në kundërshtim me ligjin. Megjithatë, janë paraqitur edhe dëshmi që tregojnë se drilën Rama ka qenë i vetëdijshëm për ekzistencën e videos, si edhe për përmbajtjen e saj. Në momentin kur kjo video është realizuar, drilën Rama ka qenë i vetëdijshëm për ekzistencën e saj e nuk ka shprehur kundërshtim për publikimin e saj. Ai nuk ka deklaruar se është kundër publikimit e nuk ka refuzuar apo të ndaloj shpërndarjen e saj në asnjë mënyrë. Sot ai ka zgjedhur rrugët ligjore dhe kjo është zgjedhje që e respektoj. Në përputhje me këtë vendim të tij, dua të bëj të ditur se të gjithë materialet që përmbajnë kërcënime, shantazhe, tentime për nënshtrim dhe çdo lloj presioni psikologjik që ai ka ushtruar do të dorëzohen në mënyrë të rregullt në gjykatë si prova zyrtare. Video do të fshihet vetëm sepse respektoj ligjin, por e vërteta mbetet, ajo nuk fshihet dot, ka përfunduar Xheneta.